Qa muhabet është do bëjmë? Për lek? Për femra? Për çfarë? Për makinat bukra? Për mburje kush është më lartë, ti apo unë? Për çfarë do flas? Jo thot për ato janë gjëra, po ato janë. Po kur është gabimi njerëzor? Se edhe puna, edhe legu, edhe femra, edhe xhevahiret, edhe makinat janë elementë kësaj bote, po mjet kur qëllim? Si mjet kur qëllim? Kur s'bën ato qëllim që të largohet Zoti nga jeta për këto? Këto janë mjete. Puno, leje makinën e bukur. Do të afrohesh ke një femër, martohem qofse e don. Do të bëhesh i pasur, puno dhe bëu, kush t'i ndalon? Po jo këto element që janë mjeti ti bësh qëllim dhe s'mundesh dot të përmendësh Zotin se je dashuruar vetëm me këto. Ktu është gabimi njerëzor. Kur mos na bosh i madhi Zoti kështu. Se është turp. Zoti është qëllim, këto janë mjete. Don mirësitë e kësaj bote, të mbulofti i madhi Zot me mirësi. Kurani vetë ta ka urdhëruar këtë, kul men harrama zinat Allahi lati akhraja li ibadi. Kush guxon? Kurani sura Araf, kush guxon? T'ja boj haram njerëzve mirësitë që unë ja kam dhëruar pafund. Dhe është obligim që ti t'i shfrytëzosh mirësitë e Zotit që janë shumëta. Nuk po themi këtë, po mbeten gjithmonë mjete dhe i madhi Zot është qëllimi kryesor.